Serenatat e vjetra korçare janë kënduar në Parkun Rinia nga këngëtarët e njohur të qytetit të Korçës, të cilët kanë rikthyer edhe një herë si dikur meloditë karakteristike të rrugicave. Zhani Suljoti ka mbi 60 vite që këndon serenatën, ndërsa prej kohësh nuk ishte ngjitur në skenë për të performuar. Njerëzit këtu të qytetit të Korçës unë isha e haruar. Jashtë mas, edhe më vjen për të qartë, po them. Korça ka pasur serenata kaq të bukura dhe ne kemi kënduar në familje gjithmonë këto serenata, por tash kur shikoj që këto serenata janë bërë në mënyrën më të ligë, më vjen për të qartë. Emocionuese ishte edhe momenti kur Spanja Pipa, diva e serenatës korçare, pavarësisht se në moshë të thyer, mori mikrofonin për të kënduar. Serenata do të vijojë të këndohet bukur në Korçë, por edhe kudo në diaspor ku ka korçar. Unë kam mbaruar shkollën e muzikës Stefta Koço për kanto. Nuk kam kënduar për shumë vite sepse i ka në Amerikë dhe kur i kthehem në qytetin e Korçës, më kujtohen këto këngë që i kemi kënduar kur kemi qenë të reja. Edhe i këndoj me shumë kënaqësi. Jam shumë emocionuar sot sepse jam një nga vajzat më të voglat, brezi më i ri që merr pjesë për të parë Mik Festival. Mes emocionesh, kujtimesh dhe duar trokitjesh, serenata korçare dëshmoi edhe një herë se mbetet një nga simbolet më të çmuara të identitetit të qytetit. Edhe pse koha kalon dhe brezat ndryshojnë, zërat e artistëve që e kanë mbajtur gjallë ndër vite së bashku me të rinj që po e përqafojnë këtë traditë, japin shpresë se serenata do të vijojë të jehojë në rrugicat e Korçës. Me sytë e tyre kërkojnë të rëmbejnë, me fjalë zemre kërkojnë të rëmbejnë.